Të gjitha këto imazheri për pacientët e jashtëm të cilët nuk janë të hospitalizuar duhet me termine, mund të vinë spontan, pas një kërkese. Mund vinë edhe spontan, po që se janë raste urgjente, normal që na nuk e kthejmë kur asnjë pacient, bëjmë të pamundurën që pacienti të marrë shërbimin e vet. Normalisht e preferojmë punën me termine, sepse organizohet më mirë për përgatitja e pacientit, sepse secila imazheri ka dhe përgatitjen e vet. Ka përgatitjen e vet paraprake për fituar një rezultat të kënaqshëm. Po kthejna prap retrograd në te laboratori, kur fola për studentët e radiologjisë. Njëjtën gjë mund ta them edhe për studentët e biokimisë. Ka shumë vite që na formojmë studenta të biokimisë, edhe ata njëjtë, sikur këta profesionistë radiologjistë të cilët kanë dalë edhe të shpërndahen gjithandej Kosovës, njëjtë vlen edhe për studentët e biokimisë janë të shpërndahen mos tam gati në të gjitha laboratoret e Kosovës. Edhe këta njëjtë, sikur studentat e radiologjisë. Prej ditës parë të studimeve që fillojnë edhe punën praktike në laboratoret tona të cilat i kemi. Dhe është shumë ndryshe kur një student prek nga afër punën e tij, se jo vetëm me literaturë. Pjesa teorike dhe praktike plotësojnë njëra tjetrën, njëra patjetër nuk bëjnë. Po që se studentët përgatiten vetëm në anën teorike, nuk kanë më qenë të aftë për punën praktike, edhe e kundërta. To duhet të ndërlidhen mes veti. Na, si kompani mjekësore, si familje e madhe mjekësore, i ofrojmë të dyjat, edhe pjesën teorike, edhe pjesën praktike. Edhe pjesa teorike ofrohet prej profesorave më eminent që i ka shteti i jonë. Në kolegjin tonë kemi profesora, kem pas edhe nga jashtë që kanë ardhur, edhe ka edhe profesora që vinë nga perëndimi që ligjërojnë në kolegjin tonë, edhe ajo na mundson që të jemi shumë kualitativ. Po. Ndërkohë këtë kat kemi edhe sallën e koronarografisë që po shkojnë bashkë. Po, salla koronarografisë kështu afër. Këtu jemi te salla koronarografisë, ku realizohet koronarografia, e cila është një ekzaminim invaziv kardiologjik.